Kom punu këngë për Norën, ma heret, do më para bashkëpunimit, se s'ka qash muzikë të mirë fill që me janis me bo naj far analize kështu. Janë bo bajat që të farë senesh, që të farë bashkëpunimesh. Tek i kom ftu për bashkëpunim, i bjen që i vlerësej dyjat. Për çdo pyetje vota e fjallën ma heret. Zakonisht nuk njina për lidhje shumë gjata. Po. Atëherë atë ka ndodhur me t'u thyj zemrën ndonjëherë? Po, ka ndodhur, dikon në vitin asë me lidhje. Ja, nuk e di, se vas na me nuk kër. As jeni ju ata me pita. Kushtrem emër i njohur në tregun kosovar, pse kaq i rroll nëpër intervista? Po menej që arsyeja është prej fillimit kur ja kom nis me bo covera, mu bo pak ma i famshëm. S'është që e kom pas përkrajen ma të madhe, sidomos prej emisioneve që janë në Kosovë. Edhe do më fillimisht kom fillu me intervista në televizionet të Shqipnis, që gjithmonë kështu i kom falenderu. Kështu që kjo është paka shumë arsyeja. Ke bërë mjaft bujë sidomos në rrjetet sociale. A ka qenë rastësi apo pjesë e aspiratave tua sa i përket karrierës? Kisha me thonë mënyra qysh kanë shku sen edhe qysh kanë dhez, fillimisht u konë si rastësi. Tani besoj që e kom bo edhe punën që me pas shtarë që jam sot. Je i lindur në Gjermani, pse vendose që karrierën ta zhvillosh në Kosovë? Jam kthy shumë i vogël kur jam konë, edhe që kjo është, do me thonë, kom jetu atje 4-5 vjetë, edhe jam kthy tani qëto, se ndryshe zvohet. Te kemi parë duke kënduar zhanre të ndryshme të muzikës, por cilat flanë mas shumë të në zemër? Une kam në Akademinë e Muzikës, jam solo këngëtar kështu normalisht, se nashta shumë nuk e din. Do me thonë, prej muzikës klasike, popullore, krejt ndryshe, nashta ja kom nis para një 10 vjetë që kom punu e kështu. Po besoj që kjo muzika e lehtë popullore.